Si pot, sot një grup prej disa qindra bashkëdhetarësh tanë që punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, arritën për të bashkangjitur pjesëtarëve të ushtrisë shqirimtare të Kosovës. Bisedojmë me zotin Hysni Sylla, i ngarkuar i shtabit të përgjithshëm për Amerikë dhe Kanada. Zoti Hysni, sa po i përgjigjen bashkëdhetarët tanë urdhrit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s për mobilizim? Pas thirrjes së shtabit të përgjithshëm për mobilizim për shqiptarët në diasporë, është fatbarësia e madhe se shqiptarët në Shqipëri dhe në Kanada, nga të gjitha shtetet që jetojnë, ju kanë përgjigjur ftesës dhe thirrjes jashtëzakonisht një numër i madh, ku numri i tyre ka arritur mbi 5000 veta vullnetarë të cilët dëshirojnë çdo ditë me parë të vinë edhe të rradhiten në ushtrisë shqiptare të Kosovës. Një herë që ka ardhur grupa parë, është formuar bataljoni i Atlantikut, të cilët kanë ardhur të përgatitur, kemi specialistë të fushave të ndryshme ushtarake, edhe jemi të gatshëm një herë të hyjmë brenda të bashkangjitur vëllezërve ushtar në Kosovë. Kemi nga shqiptarët në Maltezi, shqiptarët në 3 komunat Preshev, Bojanovc edhe Medvegjë, nga shqiptarët në Maqedoni, gjithashtu edhe shqiptarët të Shqipërisë. Numri më i madh është nga Kosova. A konsideroni këtë edhe si prekraje shtabit të përgjithshëm të UÇK-s dhe qeverisë së re Thaçi? Është fatbarësia e madhe se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani komuniteti është jashtëzakonisht kompakt, është në mbështetje të plotë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, njerët edhe qeverisë së saj. Unë e quhem Prel Sama nga Tuzi, Malinci. Unë jam 31 vjet në Amerikë, në New York. Kam lënë në tregtit, 3-4 tregtina dhe kam lënë familjen, gruan, djalin dhe vajzën. Quhem Fatmir Abdullaj, vi nga New Yorku, jemi lindur në Dibër. Në New York jem që 13 vjet, në New York i kam fëmijët, gruan, i kam 4 vllazën, i kam biznesin tem, i kam 2 dyqane, pizzeri. Edhe nxit që ti bashkangjitur në pjesëtarëve të UÇK-s. Pjesëtarëve të UÇK-s jem nxit për me ardhë, kur i kom pa dhurnimet, masakrat e familjeve tona që i kemi në Kosovë. Ajo më ka urnu ma tepër me ardhë me luftu për ta çliru vendin tonë. Në mesin e atyre që ju kanë përgjigjur urdhrit të shtabit të përgjithshëm për mobilizim janë edhe 2 përfaqësues të 2 gjeneratave, Ibrahim Krasniqi nga Barani PS, 64 vjeçar, dhe Elinda Muriqi, 16 vjeçare, por nga Peja. Po të Ibrahim, ju edhe në këtë moshë, 64 vjeçare, edhe pse nuk ju obligon urdhri i shtabit të përgjithshëm, çka ju kanë ditë që ju bashkangjiteni pjesëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës? Mu mas fortim kanë nxit vllazënit dhe motrat që po i shoh. Prem, vram, rrugave, nuk mujta me najt. Ju pata që ju bashkangjit edhe në kësaj rinie, deri në fitore. Po ju, çka ju kanë ditë ju? Unë s'mujsha me najtë atje në Amerikë, me mendu që ka botë ko. Jeni e bindur se më në fund populli shqiptar i Kosovës do ta fitojë liri? Gjithsesi, po nuk fitohet liria pa del gjë. Në mesin e atyre që ju përgjigjen ftesës për mobilizim është edhe Isa Kodra, student i lindur në New York, prindrit e të cilit janë nga Istogu. Ky i ri arrin në Kosovë për herë të parë edhe atë si komandant i një kompanie të kombësërisë së armatës amerikane, për të dalë zot bashkëmbazëve të vetë në momentet më vendimtare. Të themi se ditëve të fundit edhe nga Australia e largët kanë arritur shumë të rinje, si dhe disa shtetas të vendeve evropiane, të cilët do të bashkangjiten luftëtarëve të lirisë në Kosovë.